këtë rast, thjesht që ose u shoh dikë që e njoh, do ta raportoj, AKSK-ja merret, çon policin, tek shtëpia, tek prindërit e tjerë nëse janë. Pra kontrolli bën nëse e vëre dikush tjetër dhe raporton. Patjetër, nuk është se ka automatik, po ne nuk kemi ndikim fare. TikTok vet, domethënë si TikTok aplikacion. ka filtra, për shembull nëse okay, ka alkool, mund të edhim një video me alkool, me duhan. Me armë, me thik. Po që nuk janë aq film, maksimumi do t'i heqi video, po nuk është se mbyll llogari, nuk ka kaq. Pra TikTok është vetëm një aplikacion që nuk është se janë ndjen bilez nxit. Prandaj dhe janë ndjen në Evropë apo nuk janë ndjen në Kinë? Jo, në Kinë është tjetër gjë. Po pse atëherë, po fëmijët tanë janë më të këqij, domethënë se ky është problemi. Kina të tillë, domethënë po të do i bën. Jashtë territorit të vet, pa filtra fare. Shteti është me rregull, biles Kina nuk përdor as aplikacione shteteve tjera domethënë. Po vetëm sa. Domethënë Kina është tjetër nivel, duke qenë se. Po fëmijët e Kinës nuk janë më të mirë se fëmijët tanë, domethënë ky është problemi. Përgjithësia duhet të jetë e njëjta në raport me fëmijët, kur vjen puna tek fëmijët nuk negociojnë. Nuk po e kuptojmë realisht çfarë mund të shpëtojmë. Thjesht do dënojmë atë që bën sjellje të pahishme që ta zbusin në këtë. Zgjidhje filtrat. Unë nuk jam një njohëse e specifikave teknike të kësaj gjëje, por sigurisht jam një njohëse e mirë e mënyrës se si rriten dhe edukohen fëmijët, edhe nevojave sociale, psikologjike, ekonomike dhe gjithçka që ka të bëjë me fëmijët. Tani, unë mendoj që se si ngrihen filtrat, nuk e di, po besoj që më duhet të ngrihen kushte të forta për të pasur këta fëmijë akses në mediat sociale. E para, se si kjo është për t'u parë, megjithatë, besoj shumë që nëse politika që merr në favor të mbrojtjes së fëmijëve, dhe kjo kuptohet dhe nga prindrit, dhe mirë kuptohet dhe nga fëmijët, duhet jenë politikat atilla që të bëhen të besueshme në mënyrë që të aplikohen. Sepse e kam bindje të fortë që nëse nuk ka besueshmëri, nuk aplikohet asnjë lloj politike. Pra unë nuk e besoj të kjo gjë dhe unë do e bëj. Kështu që nëse ne nuk arrijmë të kalojmë këtë lloj pragu dhe besueshmëria arrihet edhe në rastin që ne deri tani kemi pas publik figurat, pra persona të cilët abuzonin me TikTokun, të cilët kishin sjellje agresive, fyese, denigruese në TikTok. Çfarë u bë me këta? Pra policia aty i kishte. Po tani në ardh doli ligji që çdo lloj kontenti, do thënë, s'ka pas nevojë për këtë ligj, çdo lloj gjë e dhushme duhet dënohet. Duhet ishte bërë. Në këtë rast e bën edhe me. Po i bëj një pyetje, okej, përfundon se duhet i bëj edhe një. Pra dua të them që besueshmëria rritet kur e mendojmë veten tonë 15 vjeç ose 16 vjeç. Momentin që shohim që të gjithë bëjnë kështu dhe asnjë reagim nuk ka, është tunduese në moshën e tyre për të replikuar modelin dhe për të pasur viralitet. Se kjo fjalë viralitet është bërë shumë trendi. Të gjithë e duan. Kështu në momentin që ne shohim që po mirë mos e ky e bëri, kjo e bëri, po çfarë problemi ka? Në momentin që ne shohim që prit se merren masa, ai person që më denigroi mua, të denigroi ty, po pritër sa ai u përgjigj për këtë gjë, pra nuk u lejua ky me dorë të lirë që të bënte çfarë të përdhunonte ty pastër online. Pra ai u dënua, ai mori përgjegjësi, familja e tij mbajti përgjegjësi dhe kjo pastaj rrit besueshmërinë që çfarë do lloj mase që të merret, do funksionojë. Për sa kohë ne nuk marrim këto masa, i pyet që çfarë do lloj gjë që ne të mundohemi të ngrejmë, nuk do funksionojë. Tani